A e kuptoni ju se qa po bëhet të ditë në Kroaci, por është një lajm që nuk flet askush sepse mund të prekë edhe Shqipërinë dhe Kosovën edhe më shpejt se që mendoni? Po lexoja një lajm në internet, i cili thoshte që rreth 1700 banor të Kroacisë janë thirritur për të bërë shërbime detyruar ushtarak. E imagjinoni do që të vi postieri nesër te shtëpia dhe t'ju sjellë një letër dhe t'ju thotë urime je për ushtri. Dhe këto janë nga ato letra që nuk është janë si postimi në Instagram që e kalon dhe bës sikurse shefa, janë njoftime serioze që shteti të thret në armë. Normalisht nuk është se janë si ato shërbimet që bëheshin dikur nga 3 vjet, 2 vjet, 1 vit. Janë shërbime 3 mujore. Besoj të gjithë e kuptojnë se çfarë do të thotë zbor. E mani mend atëherë këtu te liçeni që dishin gjithë ushtarët e gardës dhe bënin vrap mjes për mjes, nga 5, nga 10, nga 15 kilometra. Muajin e dytë bëjnë rezistencë ose mësojnë armët. Muajin e tretë mësojnë teknikat e luftimit dhe më pas i çojnë shtëpi se nuk është se do ruajnë repartin, e keni parasysh. Unë për vete e kam paguar, ka qenë diku te rreth 3.040.000 lekë, e kam paguar tot ansambli i ushtrisë, kur erdhi letra atëherë që isha 18 vjeç. Por besoj ju tjerët, mos u ratoni shumë. Dihet që ushtria i bën mirë gjithë, se gjithë rinia është bërë vetëm Instagram dhe s'bën asgjë. Kështu që të shkojnë aty të kalidhe, mësojnë armët dhe t'jenë gati për atë dheun. Edhe sot do porosis një picë me tartufë te Pizza Max, sepse janë më të mira në Tiranë. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.